Mirëmbrëma shikues e nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema, por para se të fillojmë, ndjekim bashkë titujt kryesor për sonte. Projekt ligji i amnistisë nesër del në Kuvendin e Kosovës. Rasmussen thot se NATO do të ndihmojë në zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Në Ferizaj u debatua për procesin e riadhesimit. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Jetë dhe çdo pikë të ujit. Uji Lubeten. X Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, Cilësi dhe garanci 10 vjeçare. shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në magjistralen për Prishtinë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka caktuar për nesër mbledhjen e radhës vetëm disa orë pasi kryeparlamentari Jakub Krasniqi tha se ajo do të mbahet më 11 korrik. Kuvendi do të shqyrtojë projektligjin për amnistin. Janë më shumë se 70 vepra penale që do të amnistohen në Kosovë përmes këtij ligji. Do të përfitojnë të gjithë ata kryes të këtyre veprave të kryera deri më 20 qershor të këtij viti, edhe ata që kanë qenë duke u hetuar për këto vepra. Po serbëve të veriut, të cilët që nga pas lufta nuk pranuan ligjshmërinë e shtetësisë së Kosovës, nga projektligji i tillë përfitojnë edhe vetë zyrtarët publik kosovar të dënuar pas lufte. Ligji për amnistin, i cili pritet të dalë në shqyrtim në mbledhjen e nesërme të Kuvendit të Kosovës, po vlerësohet në mënyra të ndryshme edhe në Ferizaj. Amnistimi mbi 70 veprave penale vlerësohet shqetësues edhe për deputetët e opozitës, por edhe të pozitës. Deputetja Kuvendit Kosovës nga radhët e PDK-s Lumnie Morina tha se gjithçka sa i përket këtij ligji po ndodh shpejt. Madje sipas Morinës, drafti i ligjit për amnisti deputetëve u dorëzuar 2 ditë para mbledhjes. Deputetja e PDK-s tha se si grup parlamentar ende nuk kanë marrë qëndrim se si do ta votojnë këtë ligj. E i vetmi motiv për ta votuar sipas Morinës do të ishte që në këtë ligj të përfshihen për amnisti edhe pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët janë në përburgje. Kemi një takim para praksi grup parlamentar para seancës Kuvendit Kosovës, edhe do të kemi edhe një takim shtesë edhe me zëvendës kryeministrin e Kosovës, zotin Hajredin Kuqi, ta shohim edhe opinionin, megjithëse e dim opinionin e tij, po ta marrim edhe një herë dhe të kërkojmë prej tij çka mund të bëjmë edhe për pjesëtarët e ushtrisë, ish pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, apo mund që edhe këta pjesëtarë të përfshihen në këtë projekt ligj. Gjithashtu është mendimi im personal që është mirë që projekt ligji i njëjtë të ketë reciprocitet, domethënë me shtetin e Serbisë, që të ekzistojë edhe atje dhe të hartohet, të shkohet, të qohet në shqyrtim në Kuvendin e Serbisë ligji për amnisti, sikurse që është pru edhe në Kuvendin e Kosovës, në mënyrë që shumë shqiptar që sot vujnë në burgjet e Serbisë të amnistohen. Projekt ligjin për amnistin e kanë cilësuar tepër të dëmshëm edhe drejtues të lëvizjes vetëvendosje. Nën kryetari i këtij subjekti politik Shpend Ahmeti vlerësoi se ky ligj po i liron nga burgjet të gjithë ata që kanë luftuar shtetin e Kosovës, të gjithë ata që i kanë djegur pikat kufitare kur u shpall pavarësia. Do t'i amnistojë njerëzit që kanë ngritur barikada, si dhe të gjithë ata që kanë punuar kundër shtetit të Kosovës. Spari ka ardhur me procedurë të shpejtuar. Asnjë, do me thonë, nuk e kanë lejuar as që diskutohet në komision. E kanë ardhur dhe kanë thonë kjo është si e pakosatisarit, mos e diskutoni, nuk bën me diskutu, po lypim me kalu me procedurë të shpejtuar. Ligji për amnistin është veç hapi i parë i dëmshëm që do të jetë pasojë e
kësaj marrëveshje, ju do të shihni edhe javën në vijim se sa gjana të tjera do të vinë. Unë thash ne në lëvizjen vetëvendosje nuk jemi për këtë ndarje etnike të Kosovës. Në bazë të projektligjit për amnisti në Kosovë do të përfitojnë kryesit e rreth 70 lloje të veprave penale të kryera deri më 20 qershor të këtij viti, si dhe ata që kanë qenë duke u hetuar për këto vepra penale. Pos serbeve të veriut, të cilët që nga pas lufta nuk e pranuan ligjshmërinë e shtetësisë së Kosovës, nga ky projekt ligj përfitojnë edhe vetë zyrtarët publik kosovar të dënuar pas lufte. Disa nga veprat penale që do të amnistohen janë rrezikimi i tërësisë territoriale të Kosovës, rendit kushtetues, spionazhi, zjarrvënia e qëllimshme. Pastaj, ky ligj i liron të gjithë ata që kanë bërë uzurpime të pronës, anëmbajtje pa leje, shmangje të tatimit, kontraband e shumë vepra të tjera. 30 ditë pas hyrjes në fuqi të ligjit, prokurorët e Kosovës do të marrin vendim që t'i hedhin poshtë kallëzimet penale ose të pushojnë hetimet penale të përcaktuara me këtë ligj. Ligji vjen në shqyrtim i hartuar në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe EULEX-in. Një ditë para diskutimit në parlamentet projektligjit për amnisti, shoqëria civile po e kundërshton atë. Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, është i shqetësuar me përmbajtjen e projektligjit. KDI konstaton se përmbajtja e tillë e këtij projektligji është në kundërshtim të plot me interesat e qytetarëve të Kosovës dhe cënon sigurinë nacionale dhe interesin publik në Kosovë. Qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Drejtësisë si sponsoruese e këtij projektligji, po tenton që përmes tij të amnistojë një numër të madh të personave me precedente penale që janë pjesë e strukturave politike, institucionale apo edhe në pozita të larta publike, thuhet në deklaratën e KDI-s. Ndrojmë temë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka rikonfirmuar mbështetjen e NATO-s për marrëveshjen e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Gjatë një vizite që Rasmussen i bëri komandës së KFOR-it në Prishtinë dhe takimeve që zhvilloi me përfaqësuesit ndërkombëtar dhe ata vendor, ai ka thënë se trupat e KFOR-it janë të gatshëm të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjes për çështjet në të cilat marrëveshja kërkon implikimin e forcave paqëruese. Në anën tjetër, kryeministri tha që ka thënë se pas arritjes së marrëveshjes me Serbinë, pret nga NATO ndihmë në implementimin e marrëveshjes. Gruri si vjetëm është më i mirë se ai i viteve të kaluara, por fermerët nuk janë të kënaqur as me çmimin e korrjes, as me subvencionimin që u është bërë nga pushteti qendror dhe nga ai lokal. Fermerët Ferizajës thonë se kanë mbetur edhe pak ditë kur do të nisin korrjeshirjet e drithërave. Ata ankohen për mungesë të ndihmës nga Ministria dhe Drejtoria Komunale e Bujqësisë, ndërsa thonë se ato pak subvencione që i kanë marrë nuk i përmbushin as përsa afërmi nevojat. Subvencionime kemi pas, po sa do nuk kemi ndihmuar. Subvencionimet janë për 1 hektar 125 euro, po për shkak që ju e dini rrethonat që janë, sa po kushtojnë plenat artificiale, tash sa kushton nafta, sa kushton tash kumboja, se si vjet edhe kumboja nuk subvencionohet, po çato 25 euro që ne kanë rrit, ato hinë te na për shkak mi pagu kumbojat. Ndërkaq, derisa fermerëve u ndajnë 25 euro për të korra në hektar, në drejtorinë komunale thonë se kanë vendosur edhe çmimin për kombajnerët, i cili për 1 hektar do të jetë 110 euro, derisa pohojnë se këtë vit janë hequr subvencionet për derivatet e naftës. Nga Ministria është dhënë njoftimi se nuk do të ketë subvencionim për karburante për kombajnisa, ndërsa sa i përket çmimit që do të jetë për korrjeshirje për kombajner, do të jetë i caktuar aty 110 euro. Ndërsa sa i përket drejtorisë tonë komunale, për subvencionim në fermerët e grurit i kemi subvencionu me preparat mbrojtës të kulturës së grurit. Mirë po, heqja e subvencionit si pas kombajnerve dhe rritja e çmimit për 10 euro në hektar është barë në kurriz të popullit dhe fermerëve. Jemi pak të kënaqur, po ju bashkëballës, domethënë kanë mundësi alo më shumë me pas mundësi më animu, se po shihet që bëjësia është sa një numër 1 që ekziston në Kosovë, sa një më i miri që është, po subvencionet janë pak të vogla. Tash do mas po këti me merretu 1 mjerë i hanë komboja me dalë sezon. Si vjet domethënë s'ka hiç subvencion,
Megjithatë është rrit pak një, thonë se është rrit një shumë aty pak. Rrit pak një 10 herë në hektar, po domethënë ajo është ndëmtim të popullit, apo kupton? Mirë po, përveç brengës për përgatitjet e korrjes, fermerët kanë dertin edhe të shitjes apo ruajtjes së grurit. Është pak shumë problem se çmimi veç po bie i grurit, ma herët do kon diku 29 centi 30, tash ka diku 25, nuk e di det bëhen kurrë mund të bjen edhe më shumë. Problem edhe ku mi grumbullu, po kem shumë problemet moja se nuk po dihet për shembull ata edhe kur pe morin mullit, ata tani po e shesin. Ti tani po ki probleme edhe me grur tonin po ki problem shumë. Fermerët tonë se po të mos mungonin subvencionet, do të krijohej një mundësi më e madhe për një zhvillim më të hofshëm të bujqësisë në Kosovë. E krahas saj do të shtoheshin edhe vendet e punës. U bë e ditur se këtë vit në komunën e Ferizajt janë mbjell rreth 4.000 hektar drithëra dhe ndryshe nga vitet e tjera, si vjet pritet të japin rendimente më të mira. Aktualisht në komunën e Ferizajt po ndërtohen 5 shtëpi për familjet dhe personat e riadhesuar. Riadhesimi i qytetarëve të saj është njëri nga kushtet që Kosova duhet ta plotësojë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Në komunën e Ferizaj që nga pas lufta janë riadhesuar rreth 300 familje. Nga ky numër, aktualisht qeveria lokale i ka akomoduar 12 prej tyre. Drejtues të zyrës së komuniteteve dhe kthim thanë se ky proces në komunën e Ferizajt ka vazhduar pa asnjë pengesë. Ata thanë se tashmë i kanë dorëzuar kërkesat në Ministrinë e Punës për ndërtimin e shtëpive për këto familje. 5 familjeve që i kemi që janë aprovu kërkesat për ndërtim shtëpis, edhe këto familje shpejti do të bëjnë me shtëpit e tyre, për neve si komunë është një punë shumë e mirë, se 5 familje bëjmë zgjidhje, dhe për fat mirin tonin asnjë kërkesë për shtëpi, ndërtim shtëpive nuk na është refuzu. Përveç akomodimit me ushqim, veshmbathje dhe banim të riadhesuarit nga vendet e ndryshme të botës në vendin e tyre në Ferizaj, u tha se i gëzojnë edhe disa kushte të tjera. Arsimimi dhe shëndetësia janë 2 prej tyre shumë elementare. Të gjitha shërbimet shëndetësore, shka i përket qendrës primare shëndetësore, dhe më thonë të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, ata i kanë falas. Do të tu njës pi kontrolave, tu njës barnave esenciale, ato me cilat disponojnë, edhe ato të cilat janë në kuadrë qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Organizuar nga OSBE-ja dhe zyra për komunitete dhe kthem në Ferizaj, u mbajt një tryezë me antarët e Komisionit për riadhesim të komunave të rajonit. Në këtë tryezë ata diskutuan përvojat e komunave të tyre lidhur me procesin e riadhesimit. Vazhdojmë edhe me një temë nga aspekti social. Ka mjaftuar nisma e një banorit të Mirosalës që të ofrohen donator për ndërtimin e shtresë për një familje skamnore të këtij fshati. Pritet që për festën e Bajramit kjo familje të bëhet me shtëpi të re. Banorët të fshatit Mirosal të Ferizajt kanë shfaqur vullnetin e mirë që një familje të këtij fshati t'i ndërtojë shtresë të re, pasi ajo jeton në kushtet të rënda për banim. Nismëtarët e këtij gjesti bamirës thonë se kjo ka nisur spontanisht nga një banor i fshatit, i cili e kishte vizituar familjen dhe e kishte kuptuar gjendjen e saj. Vërtet është në kushte shumë të rënda dhe vërtet ja ka vle që nëse dikun kërkohet të ndihmohet ishte kjo familje, atëherë edhe iniciativa që morë hasi në mirë kuptim nga ne, nga disa bashkëfshatarë, edhe nga donatorë të shumë të cilët vërtet në momentet e para të paraqitjes së rastit, filluan të lajmërohen aq shumë sa që puna ka filluar dhe është duke shkuar shumë bukur. E kryefamiljarja Bytyqi tha se deri tani ka jetuar shumë keq në një shtëpi gati të rënuar. Unë i faleminderar shumë. E kom që faleminderar kush më kanë ndihmuar të ja laftan atë mirat. Qysh keni jetu dhe i tash? Jo kom jetu si për gazepit. Po i kalzoj drejt që a mos besov ta shkon në snimat në vet, unë sem zon me kalzo kur çaj. Sa kush më kanë më faleminderar shumë. Lutna se unë jam mërzys. Sipas organizatorëve, me të shpërndar lajmi se banorët po i ndërtojnë shtëpi një familjeje të komunitetit të vet, në Mirosal janë paraqitur donator të shumt, secili me mundësitë e veta. Pritet që kjo familje të bëhet me shtresë të re deri në festën e Fitër Bajramit. Kryetari aktuali i komunës së Hanit të Elezit, Ruf Kisuma, zyrtarizon kandidaturën e tij për kryetar të komunës për zgjedhjet e ardhshme lokale, të cilat do të mbahen më 3 nëntor.
Ai i konfirmoi Shtypit se do të rikandidohet për postin e kreut të komunës në cilësitë të kandidatit të pavarur. Vendimi është marrë pas kërkesës këmbëngulëse të shumë qytetarëve të komunës së Hanit të Elezit që të rikandidohem edhe për një mandat, citohet të ketë thënë Rufki Suma. Organizata jo qeveritare Nisma për aktivizim e Ferizajt publikoi sot një hulumtim lidhur me funksionimin e ansamblit të këngëve dhe vallëve kastriotët. Drejtues të kësaj OJQ-je thanë se janë të shqetësuar me funksionimin ligjor të këtij ansambli. Ata u bazuan në një hulumtim që kanë bërë në formë pyetësore. Gjeturat tona sipas këtij hulumtimi janë se sipas akteve në fuqi, gjithsesi projekt ligjit për ansamblin nacional apo kombëtar, shota dhe ansamble tjera, ansamblet komunale duhet regjistrohen në bazë ligjit në fuqi pranë Ministrisë së Administratës, kurse në Ferizaj ndodhe kundërta që ansambli i këngëve dhe vallëve kastriotët është i regjistruar sipas rregullorës së UNMIK-u dhe prej vitit 2000 ka statusin e një biznesi. Këta të rinj publikuan edhe një sër gjetjesh të tjera të këtij raporti. Tjetër e gjetur është se ansambli kastriotët financohet her pas her nga komuna në bazën e projekte, nuk ka do të thotë një linjë të qartë buxhetore apo një kod veçantë buxhetor, mirë po aplikon në bazë të projekteve, me të cilat disa herë ka arritur që të marrë fonde për këto fonde nga komuna, mirë po në këtë raport ka pas edhe ngjecje me kuvendin komunal për shkak se janë bërë shumë herë vonesa në pagesa të projekteve. Rekomandimet e organizatës Nisma për aktivizim janë që çështja e parë që duhet rregullohet për ansamblin kastrioti është që të regjistrohet si ansambël qoftë komunal, nacional apo sido që të jetë. Po ashtu, na rekomandon që të hapet konkursi publik për zgjedhjen e strukturës së re të këtij ansambli. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit japim fund këtij edicioni të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim në edicione tjera.